Istikfarit sjell bereqet, t'jep rrugdalje, t'jep mirësi, i ka frytet dhe bereqetet e veta. Ndëgjoj me këtë ngjarje mirë. Ka qenë Imam Ahmeti. Imam Ahmeti ka qenë dietar i madh, hoxha i madh. Një ditë prej ditëve ka dalë në udhtim me shku me kërku dituri. Nata e ka zanë rrugës. Edhe ja ka mësy me shku në xhami me fletë. Kur ka shku në xhami u ka shtri me fletë, rojtari i xhamisë, kajumi i xhamisë i ka thonë largoju prej xhamisë. Nuk ka vend për me fletë. Kjo është mundu me bind, mi thonë ati se unë jam musafir, vetëm sante, pastaj nesër unë e lëvizi. Kjo e ka refuzu maksimalisht dhe ka lërgu prej xhamisë. Pasi që e ka lërgu prej xhamisë, kur ka dorë rrugës, e ka taku një farë buk pjeksi. A i buk pjeksi kur e ka taku këtë personin, se ka ditë sa është hoxha i njërë, i ka thonë, o filan, a do të vish të kune me fletë. Sante unë ka më të bo tyje, ka më të bo të shpjej me gosti musafirlëk. Ka pranu. Pasi që ka pranu, ka shku në shtëpinë e buk pjeksit. Natën kur ka ra me fletë, ka ra Imam Ahmeti me fletë, buk pjeksi po punon bukën. Ka fillu me gatu bukën. Gaton bukën ban një istikfar. Imam Ahmeti kjo hoxha zgjohet dhe shikon. E pjek bukën ban një istikfar. I palon bukë ban një istikfar. E gaton bukën ban një istikfar. Shkon djath ban një istikfar. Në të majt një istikfar. Befasohet. Qfar njeri ka në ky, vetëm istikfar po bajka. Të nesërbit në mëngjes. I thot, o zot i shpijes, pram të këti kam vëret një qudi. Thot, qa ki po? Shumë po bajsh istikfar. Thot, ashtu e kam unë në kohën. Gjithë mund kam dëshit me baj istikfar. I thot hoxha, do të pashtoj një pyetje. Aja ki po val në jerë hajrin, frytin, bereqetin istikfarit? Edhe pse hoxha Allah të din se istikfari ka bereqet, po ki po do me dit praktikisht prej ati personit. Aja ki po hajrin të istikfarit? Thot, po pasha Allah, istikfarit ja kam po shumë hajrin. Gjithë mund kër e kam lutë Allahun për të një nevoj, Allahu ma ka pranu lutjen përveç një lutje ja. Cënës të ka pranu o person? Thot kë, dëshira e ma sheflak. Kam dëshirë me pa Imam Ahmetin, pa Allah se kam pa. A jeton në Bagdad. A ky hoxha ka qenë Imam Ahmeti. Ja ka nisë me kajt, ka thanë, o subhanallah, Allahu ta ka pru Imam Ahmetit zvaras për toke prej në Bagdad të shpia. Se ky ka qenë Imam Ahmeti. A e morët vesh? A që ban istikfar, Allah ja përgjith çdo lutë dhe nevoje. Për ta mos e haron istikfar.